Dhënë zoti që të mos e lexojnë si dobësi prokurorët e SPAK-ut. Ky do ishte gabimi më i pa amnistueshëm. Diçka kaq të ulët sa plotësimi i planit punës në kurizin atyre që të mbështesin. E mos bëjnë gabim të vinë kërkojnë telefonin tim. Se i bodhin kanë mbledhur gjithë telefonat e Shqipërisë aty. Kryeministri Edi Rama, strukturën më të rëndësishme të drejtësisë së re, Prokurorinë Speciale, SPAK, për 5 vite e trajtoi në mënyrë tallëse dhe shërbyese. E denigroi SPAK-un deri në pikën ku i orientoi se ku do të hetonin dhe kë do të shihten burg, duke mos përdorur as pak kanalet e errta, por haptas, publike dhe sfiduese. Sa do të mundohemi ne dhe sa do hetime e dënime të jepen në këtë vend, nëse non grata e madhe dhe ai i dyti atje nuk shkojnë para drejtësisë, është problem i madh i Shqipërisë të nesërmes. Keni për të hetuar çdo qoftë që i përket kësaj partie, edhe nivelet më të larta, tha Rama në maj të vitit 2022, një vit pasi kishte marrë mandatin e tretë. SPAK-u jo vetëm dëgjoi si në faj, por veproi shpejt. Berisha përfundoi i izoluar në arrest shtëpie, ndërsa Meta u zvarrit nga policia për të përfunduar në qeli. Fitore në tavolinë për Ramën, duke trajtuar drejtësinë e re si një foshnjë në rritje, por të përdorur për interesa pushteti. Kohët kanë ndryshuar. Do vinte çasti që Cubi i lagjes nuk mund të sillej më si Trazovac që mendon se bota vërtitet rreth tij. Kryeministri Rama po mendon se çfarë deklarate do t'jap para dhe pas thirrjes në SPAK. Nëse do ta quaj sulm politik të inskenuar, deli pabesueshëm dhe qesharak. Rama ka vetëm një rrugë, të përballet dhe të tentojë të trimërohet edhe një herë. SPAK-u nuk mund të rrihet vazhdimisht nga babai i dehur politik që ka përdorur edhe rripin e pantallonave për 5 vite. Hoqi rripin për ta rrahur dhe përdorur gjatë, por nuk kuptoi se rripi i hequr nuk ja mban më pantallonat, duke mbetur si mbret çullak. Fakt është që pa rrip e pantallona të rënë, një tjetër fuqi po e shet çullak mbretin e vetë shpallur.